Megjithatë, Devolli ka një verzion ndryshe nga ai që është shkruar në raport për çështjen e bllokimit të rrugës. Në rregull, shko prapa 8 policia. Sepse po të rrim punë temë, tash nuk po puna e kjo është puna e qytetarëve. Se po ma bllokon rrugën që jo në po ka 20 tjere, 30 tjere bon aty. Dhe ta më një pankero, u liru aksidenti, që i kjerë ta ma ta ty ta shkuj një tiketë. Një policiri. Tash pse mu më ma shku për tikete, ta e ki bloku rrugën, që shë blokuve në rrugën kur ke ndeshje. I 7 i kjerë jom aty, që jem të prit, 7 tjere që jem të prit, jo ta unë ty ta shkuj, gjohë me personë me me ta shku ty. Pa që ta shë shëti ku shemona. Kush i ka thonë në falë? Kush ka thonë? Policia, dy polistri. Polisët kanë thonë ty e shini kush jamon? Po, kush jamona. Tash jo ti tash mas pari këshur kush jamona, tash këshur, apo dhe identifiko mas pari kush jamona. Ta ma ta shkujt gjome, unë e shtash përdu me ta shkujt gjome, tash ti gjome në shumë, po tash unë i për këllevre, kështë ta del jashtë e rastu. Pra në gosin hinë e mranda, unë i spegove dhe aty dhe që i pëmlone në urgent me shkude e spital, shkova spital, e jepa deklaratin e erda, do shta me tiri për tënë, po do atim lutë ta ka mundësime se botë madhe të shkoj. E madhe duhet më bo, se këta polis të ri, shumë probleme po kanë edhe njerë qytetarë normal, a u këta. Ndonë se Sali Devolli u arrestuan nga zyrtarët policor, ati u lejua të dërgoj siç ka thënë nënën e tij në spital, pa u shoqëruar nga zyrtarët policor. Në fillim thatë që është marrë në pyetje nga oficeri Frank Tuna. Pasi që ka shku personi ju po thoni në spital, është shoqëruaj me dikën nga zyrtarët policor derisa ka shku në spital, edhe kur është kthy prapë në stacionin policor nga cili oficer është shqiptu gjoba dhe është marrë në pyetje. Sipas raportit nuk është shoqëruar. Okej, e kur është kthy? Ka shku edhe është kthy. Okej, kur është kthy, cili oficer e ka pas për detyrë me u marrë me rastin tutje dhe kush e ka shqiptu gjobën? Sipas raportit do në patrulla e policisë që ka qenë detyrë edhe ka qenë edhe prori i operatives, dhe më thonë kapiteni Brak. Ndonë se u arrestua, Sali Devolli dhe zyrtarët policor në raportet të tyre treguan fjalët kërcënuese që i njëjti përdori gjatë punës së tyre. Rasti nuk është përcjellur tek prokurori kujdestar në prokurorinë themelore në Pej. Ju njoftojmë se lidhur me kërkesën tuaj, Prokuroria Themelore në Pej nuk ka pranuar asnjë rast nga Policia e Kosovës lidhur me këtë rast. Gjithashtu, as kryeprokurorja dhe as prokurori kujdestar nuk janë njoftuar me raportet e veçanta nga asnjë zyrtar policor për rastin që keni parashtuar pyetje. Lidhur me fjalët kërcënuese të Sali Devollit ndaj zyrtarëve policor që përshkruhen në raport, komandanti Idris Atashi tha se do të trajtohen. Janë disa fjalë kërcënuese aty, të cilat domethënë janë në raportet e evidentuara në raportet e policisë, dhe ato do të trajtohen. Mirë po, janë gjëja se personin fjalë mund të shkarkoj këta përveç, apo zin me kanë punë, e ka bo vetën si të rëndësishëm në një formë. Ndonë se vetë Devolli paraprakisht tha se ju është drejtuar zyrtarëve policor me fjalët se "Këqyre kush jam unë", tutje mohon se ka kërcënuar policët në detyrë. Po, është e vërtetë që dhe ju ndër të tjera e keni kërcënuar me fjalë, për shembull sikur nesër keni me idesh uniformat, jo unë jam Sali Devolli, jam jeni. Unë i kom thonë i përkënë, përshë të edhe pona fotografin, edhe i thash policëra, keni mundësi mu largu ta fotografoj kjerin, s'po du juve mi u fotografu, se është e kundërvlishme mi fotografu uniformen. Ata u largunën e fotografova kjerin, veturën që ish aty, dhe do është ta me tiri i përkënë. Në moment që u përmendi i përkëja, mu më arrestunë.